Pra, gjë e parë kërkoi ndriçim, ore kanë çuar gjenator privat njerëzit dhe kanë çuar. Ta ndjes sepse kemi këtu regji, lutem ma hapni edhe boksin që dëgjoj tani, kam Giuliano Galotin. Giuliano, të përshëndes. Shqyqyr që e mirë, unë përgëzoj padyshim për atë çfarë ti ndërmore. Tani më trego pak, jam me kolegun Artan Hoxha, i cili u mund të rindërtoj pak a shumë atë dhe apeli kryesor që tani ishte që duhet një grup alpinistësh në forcat speciale të policisë, forcat komando të ushtrisë kudo, po më trego pak ato momentet e tmerrit. Ate kam qenë duke kërkuar dhe unë, alpinistët ose helikopter militar që lartë, se gomonja vështirë vine të më nëzirë. Po? Giuliano, të dëgjojmë, po? Po, më dëgjoni? Po të dëgjojmë, ju lutem regjia, hapë pak boksin, ju lutem regjia. Po, Giuliano ndjes, vjo. Më dëgjoni? Giuliano, të dëgjojmë. Ate kam qenë duke kërkuar gjatë gjithë kohës, po i thosha edhe çunave që ore ktheu një mirë militar, të vinë alpinistët që lartë ose helikopter militar, sepse është e vështirë se nga një që isha i ngjetur do beshi më shumë të tjerë. Nuk do kalonim dot. E kuptoj, Giuliano, ndërkohë më trego pak gjithë orët e tmerrit, si ishte, më trego pak si mbetej bllokuar, si ishte ato 16 orët e tua aty në kanion. Mirë vlla, eksperiencë shumë e keqe. Ishte shumë keq, thjesht një faqe e muri vlla, gërmo vetëm sa për të mbajt duart kaq, edhe mund të mbaj vetëm një kem, jo të dyja vlla, ver njërën, njërë tjetrën. E kuptoj, Giuliano, po tani ty me Artanin e kam këtu dhe Artanin të përshëndet, padyshim, do bëhet Artani pyetjet e vetë. Isha duke parë. Tan, Giuliano po tregonte momentet e tmerrit se kishte vetëm një problem të vogël me Tanin. Giuliano, Tani tha që ti vajte totalisht vullnetarisht, të morën banorë të zonës që njiheshin me tjetër dhe ty hyre në mënyrë vullnetare aty. Jo. Na kanë kontaktuar telefon. Për të futur me forcat e Reneas, na kanë kontaktuar në telefon për të futur. Jemi fut një ditë përpara, kemi dalë me sukses, nuk kemi gjetë gjë. Ditën tjetër ra niveli ujit dhe donim të futeshim përsëri dhe provuam të futeshim atje. Po fatkeqësisht ndodhi ajo pëse. E kuptoj. Tani gjatë gjithë kësaj kohe kemi parë videot, por dyshim edhe ajo çfarë po thoshte tani që të gjithë banorët e zonës ndriçuan me çfarë kishin dhe mundoheshin të mbanin ty të jepnin zemër. Tani më trego pak çfarë mendoje ato momente tani, Giuliano. Çfarë mendoje ato momente ku ishe aty dhe dëgjoje banorët e zonës gjithçka? Më kujtohesh vetëm fëmijëria dhe vetëm thrisja që thosha pak më ka ikë dhe zeri e kam akoma kështu. Më ka ikë zeri, nuk flisja do të fare dje, sot e kam më mirë. Vetëm thrisja valla që shikoja kishe jersa, po jo më mbanin dritë që mos të mësinte gjumi ose të tembesha. Komunikoja gjatë gjithë kohës me ata valla, kanë ndërë tërë kohës me mua. E kuptoj, bravo. Ndërkohë, padyshim bravo edhe për banorët e zonës që u gjendën dhe përqendën gjithë aty. Tani dua ma tregosh edhe një herë atë vendi ku ti qëndroje, Giuliano. Po çfarë ishte? Ishte një shkëmba, një guva, çfarë ishte? Ma trego pak. Thjesht pjesë e kanionit ishte, valla, se nuk kam as që foto. Thjesht, kështu ta shpjegoj, thjesht një pjesë valla, muri kështu, thjesht kishte një vend për të mbajtur duart veç kaq. Ishe pjesë e kanionit, po që në lartë nuk mund të vije, thjesht do rria aty vlla. E kuptoj. Ka Tani të përshëndet, Tani pyet e lishëm Giuliano, po. Giuliano, se ti e njeh kanionin nga që punon edhe gjatë pjesës tjetër të vitit. Aty ku u përmbys kanoja, çfarë ndodhi? Pra, u përplas me shkëmbin, ishte rrjedha e fortë, çfarë ndodhi që ren ujë? Ishte rrjedha e fortë, kaluam me sukses, dolëm në anë. Thjesht filloi gomona të çfryej edhe i thash do kalojmë që këtu, edhe u ngritëm gjithë kem dhe po bënim atë pjesën për të kaluar, thjesht një moment, mori shumë ujë dhe ram gjithë çunat e tjerë nxori kurse mua më ktheu mbrapa. Ata i nxori vazhduan lumin përposhtë, mua mbajti mbrapa. Sa veta ishit tentova 2-3 herë në kanone? Ishim 5. Tentova 2-3 herë për të hip lart, bija prapë se s'kisha fuqi. Herën e tretë tipa pasaj s'lëviza më. Derisa ka ardhur alpinisti që më ka marrë. Shiko, sa lart ndodheshe nga rrjedha e ujit, ai vendi që gjetet ti aty në shkëmb? Rreth 3 metra. 3 metra larg nga uji, pra, nga shtrati i lumit. Që shikoja ujin poshtë. Po. Ti ishe te pjesa ku është afër ujvara në krau i Grepskës?
Isha poshtë Ujvarës fix vlla, ku bie Ujvara kisha ardhur më din Pemos e Dhera. Pra ty të binte dhe uji i Ujvarës. Uji Ujvarës më binte kokë. U tentua me gomone nga uji për të marrë më vonë? Po, thjesht e kishte me rak fillim gjysore të para, pastaj ka kaluar ai shoku im, ja ka bërë me dorë që jam në rregull, edhe dia që do vinte dikush e fjeta me një rëndësie. Ishte ajo që pan që isha gjallë, isha në rregull. Nuk kishe mundësi që të zbrisje nga aty në kanoe poshtë? Jo, fare. Ishte vështirë? Tuan tre, nga një që isha i ngecur, unë do besh edhe të tjerë, se kishe shans të kaloj. Ja, besoj ta kem prapë Giuliano se ka ndoshta edhe telefonojnë. Realisht është për të përgëzuar tani. Vullneti këtë të riu. Po, jemi sërish Giuliano, po. Giuliano dhe diçka tjetër. Unë jam telefonuar nga, besoj, miqtë tu të njohur ty nga qyteti Çoravodës atë ditë, të cilët kërkonin vazhdimisht ndihmë se si mund të ndihmonin, të nxirrin nga aty. Dhe ke parasysh janë ata që vendosën projektorët në pjesën e sipër me generator, me gjithë. Kuptoj, kishin projektorët, se generatorët kam dalë, kam parë gjithë, kishe shumë njerëz, po i dalloja dot ku qishë. Po sepse aq i thellë sa është kamioni atje, ti e kishe edhe të vështirë, domethënë, nuk se shikohet dot njëri. Në momentin që erdhën alpinistët, fillimisht ata zbritën aty dhe të sollën tesha, apo të sollën për të ngrënë, apo si komunikove me ta, si zbritën poshtë ata? Thjesht ka zbrit një, në atë moment unë kam qenë kështu si i këputur, vetëm ngre kokën, ka qenë djali mbi kokë, më ka dhenë ato robat, esha i si pjesë litarit e brezi, janë vesh me ato, ka ik djali lartë, pastaj më kanë treq mua rreth, dikute 30 ose 35 minuta më kam qenë lartë dola. Nuk isha të më këshin sjedhë roba ose për të ngrenë, nuk isha mundësi të aja, se isha të dyja duart të kapra, se isha bazament qeteria. Po, ata të ngjitën me atë barelën si të ngritën sipër. Se edhe ti fizikisht ke qenë i lodhur. Jo, me litar. Me litar fizikisht isha mirë, jepja dhe duarve dhe kemve vetë, isha në rregull. Ata litarët i kishin lidhur sipër, ku i kishin lidhur në pjesën e lartme? Çdo 10 metra kishte litar të lidhur në pemë. Çdo 10 metra kishte litar të lidhur në pemë, nga litari në litar, me karabina, litaret poshtë, litaret poshtë. Kishe shumë litare. Besoj që ti tek eksperiencë ke thjesht një ëndër tani dhe do të tregosh shqyr me kaq. Uroj që të mos heqësh dorë nga guidat që ofron për turistët në kanion dhe të falenderoj edhe një herë për të flas vetëm 1 minutë. Patjetër, ke gjithkohën sa duash, po. Doja të flisja pak për këtë vëlla se më kanë bërë në përlajme në gazeta, më kanë bërë amator vëlla bashkë me atë ishin që kam punuar unë tek vendit e Albania Rafting, që ka dalë ka tiltuar që licensat jepen kot. Licenca ime vërtet, qysh mendon ai është dhënë kot, po ka emër mbi emër aty, Zama Spatara ka dhe vullën vend e zhven nga ai vet. Do të thotë që ai bie kontradikt me fjalët e tij, më ka tiltuar mua dhe atë shokun tim, që ka punuar për 10 vjet atje, na ka cilësuar për amator dhe nuk dim, ndërkohë ai nuk e mori mundimin vinte fare. E kuptoj. Okej, padyshim kjo është një gjë në rëndësi ka që ti je aty, bën guidën tënde dhe gjithçka tjetër dhe arrite të dalësh mirë. Kjo është më kryesorja, Giuliano. Unë të përshëndes. Jo, unë jam shumë okej. Kjo është më mirë. Shumë okej, po dua ta tek. Jo, patjetër, ke gjithë drejtën tënde. Sepse gjatë sezonit vëlla, si unë dhe ai shoku im kur punojmë të dy vëlla nuk na le policia rahat, ne jemi dy duke ardhur, ndërkohë ne jemi me siguracione, me letra, me të gjitha, ndërkohë ai punëtorët e tij i kanë në moshë dhe i ka pa certifikata, pa licenca, pa gjë vëlla. Giuliano, ka tani një fjalë. Giuliano, kur të afrohet sezoni, po, në lajmëro prapë si të merremi me këtë pjesën tjetër me problemin që keni juve. Okej. Kështu që të falenderoj këtë radhë. Shumë faleminderit. E vlerëtoj. Për sakrificën, padyshim. Për kurajon që shkove vullnetarisht për ndihmor atje, se ti nuk je njeri që paguhesh për ta bërë atë punë. Së dyti, të uroj jetë gjatë, pra jetë gjatë i s'bëhet jetë shkurtër, thash kjo është një ëndër e keqe që ti do ta kujtosh, dhe sigurisht kjo është një eksperiencë që ti e fiton për të ndihmuar dhe veten dhe të tjerët në situata të ngjashme. Edhe një falenderoj dhe gjithë mirë. Shumë Giuliano, punë të mbarë dhe padyshim dhe ju për mundësinë e vlerësoj shumë faleminderit. Në kanion, përshëndes, faleminderit shumë. Tan. Ju mirëpresim të vini për qef.
Pa dyshim, me shumë kënaqësi tani aty vjen se nga jo zonë është, po edhe unë nga aty jam, kështu që do vi. Të përshëndes.